Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas deklaratave të kryeministrit Edi Rama në podcastin e tij Flasim në lidhje me ecurinë e ekonomisë në Shqipëri. Kreu Demokrat i cilësoi këto deklarata si një monolog mashtrimi dhe propagande, pasi sipas tij Rama po paraqet një realitet të deformuar, duke u mburrur me vizitat jashtë vendit, ndërkohë që për Berishën kudo që shkon ai mban damkën e korrupsionit. Dy fjalë për monologun e mashtrimit të dielës së radhës të Edi Ramës. Në këtë monolog, sot ai rau gjoksin me udhëtimin që bëri, duke harruar se kudo që shkon, kudo që shkel, ka damkën e hajdutit dhe të kryeministit më të korruptuar në Europë. Mediat e Italisë, Spanjës, Austrisë, Gjermanisë dhe mbar Europës dhe botës përcollën me mbështetje të jashtëzakonshme denancimin qytetarët e Shqipërisë i bën proteste fundit kryehajdutit Edi Rama dhe kërkesën mbar popullore për dorëheqjen e tij. U ndal në monologun e tij duke paraqitur shifra dhe dhëna ekonomike të cilat provojnë absolutisht më së miri ignorancën e tij të plotë në ekonomi apo tabula rasa. Berisha kritikoi po ashtu deklaratat e Ramës mbi buxhetin dhe prodhimin e brendshëm bruto, duke i cilësuar ato si tregues të padijes së plotë në ekonomi. Ai shtoi se krahasimet e bëra nga Rama nxjerrin në pa barrën më të ulët fiskale të qeverisë së tij të mëparshme.